Bismillah, shpesh njeriu e lexon Kur'anin. I dëgjon ajetet, por nuk e ndin peshën dhe bukurinë e ajeteve në zemër. Arsyeja nuk është mungesa e fjalëve të Zotit, sepse Kur'ani është i përsosur, por mungesa e yakinit, bindjes së pastërt në zemër. Allahu i lartësuar thot: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. E kush gjykon ma bukur se Allahu për njerëz që kanë bindje të plot. Bindje të plot. Ky ajet na mëson një të vërtet, ama vërtet thellë. Jo të gjithë e shohin bukurinë e gjykimeve, hukmeve, dispozitave të Allahut njësoj. Vetëm ata që kanë zemër të mbushur me yakin, bindje, e shohin se çdo urdhër e Allahut është drejtësi. Çdo ndalesë e Allahut është mbrojtje dhe çdo sprovë e Allahut ka urtësi. Kur bindja dobësohet, njeriu fillon të pyes me dyshim: pse kjo urdhër? Pse kjo ndalesë? Pse kjo sprovë? Po kur yakini forcohet, pyetja shndrohet në qetësi. Allahu e di më mirë. Allahu ma don të mirën. Allahu mos provon sajet të imanit dhe besimit dhe thu elhamdulillah. Besimtar dhe besimtare. Prandaj problemi ynë shpesh nuk është Kurani, por zemrat tona. Zemra e ngarkume me gjunahe, krenari, zili, haset, apo lidhje të teprume me dynjan, nuk e shijon dot dritën e fjalës së Allahut. Të parët tanë nuk e shifnin fen si barbre, por e shihnin fen si nder dhe krenari. Të parët tanë nuk i bindeshin Allahut nga frika e thatë, por nga bindja se zgjidhja e Allahut është gjithmonë më e mira. Nëse duam ta kuptojmë Kur'anin më thellë, nuk mjafton vetëm se leximi, por duhen 3 gjana. Në 1, pastrimi i zemrës me pendim, Allahu na mundsoft. Në 2, forcimi i bindjes në përkujtimin e Allahut, Allahu na mundsoft. Dhe 3, sinqeriteti në nijet, në qëllimet tona, Allahu na mundsoft. Në përmbyllje, Kur'ani nuk hapet plotësisht për zemrat që dyshojnë, por për zemrat që besojnë. Edhe njëherë, Kur'ani nuk hapet plotësisht për zemrat që dyshojnë, por hapet për zemrat që besojnë. Lutim Allahun na jep zemrat pastërta, bindje të forta dhe sy që shohim bukurinë e gjykimeve të tij. Amin. Wassalamu alaikum.